Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, Mihalis Rokas, bëri thirrje për zbatim të shpejtë dhe të plotë të vendimeve të gjykatës kushtetuese, duke theksuar se respektimi i sundimit të ligjit mbetet një nga kushtet themelore në rrugën e vendit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Duke folur për rëndësinë e funksionimit të institucioneve, Rokas theksoi se gjykata kushtetuese përfaqëson autoritetin më të lartë gjyqësor në vend dhe vendimet e saj duhet të respektohen pa vonesa. Është thelbësore që vendimet e gjykatës kushtetuese të zbatohen me shpejtësi. Kjo është ajo që Bashkimi Evropian mbështet. Sundimi i ligjit dhe respektimi të drejtave të pakicave etnike janë pjesë thelbësore e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Prandaj presim që institucionet të zbatojnë këto vendime me përpikmëri dhe në mënyrë të plotë, deklaroi Rokas. Ai nënvizoi se përparimi në fushën e sundimit të ligjit dhe garantimit të drejtave të gjitha komuniteteve mbeten nën kriteret kryesore që Bashkimi Evropian vlerëson në procesin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut.